Natën e 22 nëntorit 1982, një makinë zyrtare ndaloi para një vile në qendër të Tiranës. Nga dera e pasme zbriti një burr i moshuar me shpatulla të rënduara dhe shikim të zbrazët. Askush nuk e priti. Askush nuk e përshëndeti. Për 29 vjet çdo lëvizje e këtij njeriu ishte shoqëruar nga garda, nga protokolli, nga respekti i detyruar i një kombi të tërë. Tani, shoferët e tij të dikurshëm kthyen kokën nga ana tjetër. Brenda 5 orësh, portreti i tij do të hiqej nga çdo zyrë shtetërore në Shqipëri, si të mos kishte ekzistuar kurrë. Emri i tij ishte Haxhi Lleshi. Deri në mëngjes, ai kishte qenë kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, kreu formal i shtetit shqiptar. Tani ishte thjesht një pensionist që askush nuk guxonte ta shikonte në sy. Por si arriti këtu? Si u shndërrua njeriu që për 3 dekada firmosi çdo dekret, çdo ligj, çdo dënim me vdekje, në një hije që ecte nëpër rrugët e Tiranës duke u shmangur nga njerëzit? Përgjigjja fillon 11 muaj më parë, në një natë dhjetori kur një krisje armë në një vilë tjetër të qytetit ndryshoi fatin e të gjithëve që kishin qenë afër pushtetit. Nata e 17 dhjetorit 1981. Mehmet Shehu, kryeministri i hekur i Shqipërisë, njeriu i dytë më i fuqishëm në vend pas Enver Hoxhës, gjendet i vdekur në dhomën e tij të gjumit. Versioni zyrtar flet për vetvrasje në gjendje nervore të rëndë. Por brenda muajve, ky version do të ndryshojë në diçka shumë më të errët, armik i popullit, agent poliagjenturor, tradhtuar që kishte infiltruar shtetin për dekada. Dhe kur bie një gjigant i tillë, toka nuk pushon së lëkunduri. Valet e goditjes arrin kudo, shkatërrojnë çdo gjë që ishte ndërtuar mbi besimin tek ai njeri. Haxhi Lleshi, në moshën 69 vjeçare, e dëgjon lajmin në orët e para të mëngjesit. Ai nuk fle më atë natë. Sepse ai e di diçka që askush tjetër nuk e thot me zë të lartë, nëse Mehmet Shehu ishte armik, atëherë çdo njeri që kishte ndarë bukën me të, çdo shok lufte që kishte besuar tek ai, çdo zyrtar që kishte punuar krah për krah me të, tani ishte në rrezik. Dhe Haxhi Lleshi nuk ishte thjesht një bashkëpunëtor i largët. Ai ishte miku, ishte aleati, ishte njeriu që për vite të tëra kishte mbajtur ekuilibrin e pushtetit mes Enverit dhe Mehmetit, duke luajtur rolin e ndërmjetësit të heshtur. Tani, ky ekuilibër ishte thyer. Dhe ai e dinte se radhën e kishte vetë. Por kush ishte me të vërtet Haxhi Lleshi? Si arriti një burr nga malet e Dibrës, pa arsim marksist, pa trajnim ideologjik, të mbante për 29 vjet postin më të lartë formal të shtetit shqiptar? Përgjigjja qëndron në atë që ai përfaqësonte, jo intelektin, por fuqinë e vjetër fisnore, lidhjen me veriun e Shqipërisë, besnikërinë e bajraktarëve që kishin luftuar në mal. Enver Hoxha e kishte kuptuar që në vitet e para pas luftës, për të mbajtur nën kontroll zonat malore, për të shmangur kryengritjet e mundshme, ai kishte nevojë për një figurë që njerëzit e veriut ta njihnin, ta respektonin, ta konsideronin. Një prej tyre. Haxhi Lleshi ishte ajo figurë. Ai nuk ishte një ideolog. Ai nuk shkruante traktate mbi marksizmin-leninizmin. Por ai ishte njeriu që mund të hynte në një fshat Dibran dhe të fliste me gjuhën e malsorëve, me kodin e nderit, me peshën e emrit të familjes. Dhe kjo ishte ajo që Enveri kishte nevojë. Një fasadë. Një urë mes pushtetit komunist dhe botës së vjetër që ende jetonte në kujtesën kolektive të malsorëve. Për 29 vjet, Haxhi Lleshi luajti këtë rol me përsosmëri. Ai firmosi ligje që nuk i lexoi kurrë plotësisht. Ai priti delegacione të huaja me buzëqeshje protokollare. Ai dha dekorata, mbajti fjalime të shkurtra, shfaqej në fotografi pranë Enverit. Por kur nuk vendosi. Kur nuk sfidoi. Kur nuk pyeti. Sepse ai e dinte se çmimi i pyetjes ishte zhdukja. Dhe tani, në dhjetor të 1981, kur Mehmet Shehu bie, Haxhi Lleshi kupton se edhe heshtja nuk mjafton më për të shpëtuar. Janari 1982. Tirana është ngrirë, jo vetëm nga dimri, por nga frika. Fushata e pastrimit fillon. Emrat fillojnë të bien si gjethe në vjesht. Kadri Hasbiu, ministri i mbrojtjes, njeriu që kontrollonte ushtrinë dhe sigurimin e shtetit, arrestohet. Feçor Shehu, djali i Mehmetit, arrestohet. Fiqirete Shehu, gruaja e kryeministrit të vdekur, arrestohet. Llambi Ziçishti, Llambi Peçini, 10 emra të tjerë që dikur ishin në majat e pushtetit, tani zhduken brenda natës.
Dhe Haxhi Lleshi, si kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, duhet të firmos. Ai duhet të vullos dekretet e shkarkimit. Ai duhet të lexojë në mbledhjet zyrtare akuzat kundër njerëzve me të cilët kishte ndarë tavolinën, me të cilët kishte luftuar në male, me të cilët kishte ndërtuar këtë shtet. Çdo firmë që ai vën në letër është një hap më afër varrit të tij. Sepse ai e di se kur pastrimi të mbarojë, kur të gjithë bashkëpunëtorët e Mehmet Sheut të jenë eliminuar, do të mbetet vetëm ai. Dhe atëherë do të vijë radha e tij. Por çfarë mund të bëj? Të refuzoj? Të jap dorëheqjen? Të protestoj? Çdo veprim i tillë do të ishte vetvrasje politike, ndoshta edhe fizike. Kështu që ai firmos. Ai lexon. Ai shfaqet në ceremoni. Dhe çdo natë, kur kthehet në vilën e tij, ai shikon në pasqyrë një njeri që nuk e njeh më. Një njeri që ka firmosur vdekjen e miqve të vet për të shtyrë vdekjen e tij. Në prill të 1982, Enver Hoxha mban një fjalim të gjatë në plenumin e Komitetit Qendror. Ai flet për tradhtinë e Mehmet Sheut, për rrjetin e agjentëve që kishte ndërtuar, për rrezikun që kishte kanosur shtetin. Por mes rreshtave, mes fjalëve të koduara, ka një mesazh tjetër: garda e vjetër duhet të shkojë. Njerëzit që mbajnë pushtetin prej luftës nacional çlirimtare, njerëzit që mbajnë ende mentalitetin e bajraktarëve, njerëzit që nuk janë rritur me librat e Enverit, por me pushkën në dorë, duhet të zëvendësohen. Ramiz Alia, njeriu i ri, njeriu i butë, njeriu që Enveri po e përgatit si pasardhësin e tij, duhet të marrë vendin e tyre. Dhe Haxhi Lleshi, edhe pse emri i tij nuk përmendet drejt për drejt, e di se fjalimi është edhe për të. Ai shikon rreth vetes në sallë. Shikon fytyrat e reja, fytyrat që nuk kanë luftuar në male, që nuk kanë njohur Shqipërinë para komunizmit, që janë rritur plotësisht brenda sistemit. Dhe ai kupton se ai është një relikt. Një mbetje e së kaluarës që duhet të fshihet për të hapur rrugën e së ardhmes. Por si do ta bëjnë? A do ta arrestojnë si Kadri Hasbiun? A do ta pushkatojnë si Feçor Shehun? Apo do të zgjedhin një rrugë më të butë, më të fshehtë, më të dhimbshme? Vera e 1982 kalon si një ëndër e keqe. Haxhi Lleshi vazhdon të shfaqet në ceremoni, por diçka ka ndryshuar. Protokolli fillon ta trajtojë ndryshe. Vendi i tij në fotografi zyrtare zhvendoset pak më në skaj. Fjalimi i tij në përvjetor bëhet më i shkurtër, më formal, më i largët. Njerëzit që dikur e përshëndesnin me respekt, tani e përshëndesin me një kokulje të shpejtë dhe kalojnë tutje. Askush nuk flet hapur, por të gjithë e ndjejnë, Haxhi Lleshi po bëhet i padukshëm. Ai po fshihet nga historia ndërsa ende jeton. Dhe vetë ai nuk bën asgjë për të ndaluar këtë proces. Sepse çdo përpjekje për të mbrojtur pozicionin e tij do të ishte një provokacion. Dhe provokimet ndëshkohen me vdekje. Kështu që ai pranon. Ai hesh. Ai shikon se si bota që ai ndihmoi të ndërtoj po e gëlltit atë pa zhurmë, pa ceremoni, pa falënderim. Dhe në heshtjen e natës, kur askush nuk e shikon, ai qan. Jo për pushtetin e humbur. Jo për lavdinë e zbeth. Por për atë që ai është bërë, një kukull që firmos vdekjen e miqve, një hije që ecën nëpër korridoret e pushtetit duke pritur të zhduket. Shtatori i 1982. Ramiz Alia thirret në një takim privat me Enver Hoxhën. Detajet e këtij takimi nuk janë regjistruar kurrë zyrtarisht, por pasojat do të jenë të qarta brenda javësh. Enveri, i sëmur, i dobësuar, por ende plotësisht i vendosur të kontrollojë çdo detaj të trashëgimisë së tij, jep urdhrin final: Haxhi Lleshi duhet të largohet. Jo me bujë. Jo me akuza publike. Por me një largim të qetë, të cilit do t'i jepet pamja e një vendimi natyror, të një tërheqjeje për arsye moshe. Ramiz Alia do të marrë postin e tij. Dhe kështu, transmetimi i pushtetit do të jetë i plotë. Garda e vjetër do të jetë zëvendësuar plotësisht nga brezi i ri. Dhe askush nuk do të mund të pretendojë se ka të drejtë mbi trashëgimin e luftës nacional çlirimtare, sepse edhe simboli i fundit i asaj lufte, Haxhi Lleshi, do të jetë larguar. Plani është i thjeshtë, por i pamëshirshëm. Dhe Haxhi Lleshi nuk do ta mësojë deri në momentin kur do të jetë shumë vonë për të reaguar. Sepse kështu funksionon pushteti në një diktaturë, vendimi merret në heshtje, ekzekutohet me shpejtësi dhe viktima mëson për fatin e saj vetëm kur dera e kafazit është mbyllur tashmë. 22 nëntor 1982.
Kuvendi popullor mblidhet për sesionin e parë të legjislaturës së 10. Haxhi Leshi hyn në sallë si zakonisht, me hapin e rënduar të moshës, me fytyrën e palvizur të një njeriu që ka mësuar të mos tregojë asgjë. Ai ulet në vendin e tij, në krye të tryezës së presidiumit, ashtu siç ka ulur për 29 vjet. Por sot diçka është ndryshe. Ai e ndjen në ajër. E sheh në shikimet e shpejta që shkëmbehen mes delegatëve. E dëgjon në heshtjen e çuditshme që bie kur ai hyn. Dhe pastaj, pa asnjë paralajmërim, pa asnjë shpjegim paraprak, sekretari i kuvendit lexon një propozim, për shkak të moshës së përparuar dhe për të hapur rrugën për gjak të ri në udhëheqjen e shtetit. Propozohet që shoku Haxhi Leshi të lirohet nga detyra e kryetar i presidiumit të kuvendit popullor. Në vend të tij propozohet shoku Ramiz Alia. Votimi zgjat 5 minuta. Askush nuk ngre dorë kundër. Askush nuk bën pyetje. Askush nuk kërkon fjalë. 29 vjet pushtet fshihen në një votim unanim që zgjat më pak se sa koha që duhet për të pirë një filxhan kafe. Haxhi Leshi ngrihet nga vendi. Ai nuk thot asgjë. Ai nuk shikon askën. Ai thjesht ecën drejt derës, ndërsa Ramiz Alia merr vendin e tij, ende të ngrohtë. Dhe kur dera mbyllet pas tij, historia e Haxhi Leshit si kreu i shtetit mbaron. Por historia e tij si viktim sapo fillon. Çfarë ndodh me një njeri që për 3 dekada ka qenë fytyra e një shteti, kur ky shtet vendos ta fshijë atë nga kujtesa? Çfarë ndodh kur portreti yt hiqet nga çdo zyrë, kur emri yt nuk përmendet më në gazeta, kur njerëzit që dikur të përshëndesnin me respekt tani kalojnë në anën tjetër të rrugës kur të shohin? Haxhi Leshi e mëson këtë në muajt që vijojnë. Ai jeton ende në vilën e tij. Ai merr ende pensionin e tij. Por ai është i vdekur politikisht dhe në një shtet ku politika është gjithçka, kjo do të thotë se ai është i vdekur në çdo kuptim që ka rëndësi. Miqtë e tij të vjetër nuk e vizitojnë më. Telefonat nuk bien më. Ftesa për ceremoni nuk vijnë më. Ai është bërë një fantazmë që ecën nëpër rrugët e Tiranës, e dukshme por e padukshme, e gjallë por e harruar. Dhe çdo ditë ai kupton më qartë se kjo është ndëshkimi i tij. Jo vdekja, por jeta në izolim total, në heshtje absolute, në harres të organizuar. Sepse Enver Hoxha e ka kuptuar diçka që pushkatimi nuk mund të arrijë, dënimi më i madh për një njeri që ka pasur pushtet nuk është ta vrasësh, por ta lësh të jetojë duke parë se si bota vazhdon pa të, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë. Por pse Haxhi Leshi nuk u pushkatua si Kadri Hasbiu? Pse nuk u burgos si Feçor Shehu? Pse Enver Hoxha zgjodhi për të një fat kaq të ndryshëm nga bashkëpunëtorët e tjerë të Mehmet Shehut? Përgjigjja qëndron në atë që Haxhi Leshi përfaqësonte. Ai nuk ishte një kërcënim ushtarak si Kadri Hasbiu, që kontrollonte ushtrinë dhe sigurimin e shtetit. Ai nuk ishte një kërcënim ideologjik si Mehmet Shehu, që kishte ndikim mbi aparatin e partisë. Ai ishte një simbol. Një lidhje me të kaluarën. Një orë mes pushtetit komunist dhe botës së vjetër fisnore. Dhe Enveri e dinte se nëse e pushkatonte Haxhi Leshin, ai rrezikonte të shkaktonte pakënaqësi në veri, në zonat ku emri i Leshit ende kishte peshë, ku familja e tij ende respektohej, ku njerëzit ende kujtonin se ky burr kishte luftuar në male krah tyre. Kështu që Enveri zgjodhi një rrugë më të mençur, më të ftohtë, më të pamëshirshme, vdekjen politike. Ai e la Haxhi Leshin të jetonte, por e zhveshi nga çdo gjë që e bënte atë të rëndësishëm. Ai e ktheu në një pensionist të zakonshëm, në një plak që askush nuk e dëgjon më, në një kujtim që zbehen çdo ditë e më shumë. Dhe kjo ishte ndëshkimi më i madh që mund t'i jepej një njeriu që kishte jetuar për pushtetin, ta linin të shite se sa pak kishte rëndësi në të vërtetë. Vitet kalojnë. 1983. 1984. 1985. Haxhi Leshi plaket në heshtje. Ai shikon nga dritarja e vilës së tij ndërsa Tirana ndryshon, ndërsa brezi i ri merr vendet e pushtetit, ndërsa emrat e rinj zëvendësojnë emrat e vjetër. Ai lexon gazetat dhe sheh se historia po rishkruhet. Lufta nacional çlirimtare tani përshkruhet si triumfi i Enver Hoxhës dhe i brezit të ri, ndërsa emrat e atyre që vërtet luftuan në male, emrat si ai Haxhi Leshit, zhduken nga rrëfimet zyrtare. Ai dëgjon në radio fjalime që flasin për të ardhmen e shkëlqyer të socializmit dhe ai di se në këtë të ardhmen nuk ka vend për të. Ai është e kaluara. Ai është ajo që duhet harruar për të ecur përpara.
Dhe ai e pranon këtë me heshtjen e një njeriu që ka mësuar se rezistenca është e kollë. Por brenda tij diçka ka vdekur që nuk mund të ringjallet kurrë, besimi se besnikëria shpërblehet, se shërbimi nderohet, se historia është e drejtë. Sepse historia, ai e ka mësuar tani, nuk shkruhet nga ata që shërbejnë, por nga ata që mbeten në pushtet deri në fund. Dhe ai nuk mbeti. Ai ra. Dhe rënia e tij ishte aq e heshtur sa askush nuk e vuri re. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të cilat u hapën pjesërisht pas rënies së regjimit, ekziston një dosje me kodin objekti Dibër. Brenda saj, qindra faqe raportesh mbi lëvizjet e Haxhi Lleshit pas shkarkimit të tij. Çdo vizitë, çdo bisedë, çdo person që hynte në vilën e tij regjistrohej me kujdes maniak. Por ka diçka që këto raporte nuk e kapin dot, çfarë ndodhte brenda kokës së një njeriu që për 29 vjet kishte firmosur ligje, dekrete, dënime me vdekje, dhe tani nuk kishte të drejtë as të firmos një letër personale pa u kontrolluar. Ishrojat e tij, njerëzit që dikur qëndronin në gatishmëri kur ai kalonte, tani ishin agjentët që e vëzhgonin nga distanca. Ata e shikonin kur dilte në obor. Ata dëgjonin kur fliste me gruan e tij. Ata numëronin hapat e tij kur ecte natën në përdhom, i pagjum, i munduar nga pyetjet që nuk guxonte t'i bënte me zë të larë. A e dinin ata se çfarë po mendonte? A e kuptonin se çdo natë, kur mbyllte syt, ai shite fytyrat e njerëzve që kishte firmosur për t'i dërguar në vdekje? Kadri Hasbiu, që kishte qenë miku i tij prej vitesh. Feçor Shehu, që e kishte thirrur Xhaxha kur ishte fëmijë. Dhjetëra të tjerë që kishin besuar se nëse Haxhi Lleshi firmonte, do të thotë se vendimi ishte i drejtë. Por tani, në heshtjen e vilës së tij, Haxhi Lleshi e dinte të vërtetën. Ai nuk kishte firmosur sepse besonte se ata ishin fajtor. Ai kishte firmosur sepse refuzimi do të kishte qenë vetvrasje. Dhe kjo njohje e bënte çdo natë më të gjatë, çdo mëngjes më të rëndë, çdo pasqyrë më të padurueshme për t'u shikuar. Në shkurt të 1983, 6 muaj pas shkarkimit të tij, Haxhi Lleshi merr një vizitë të papritur. Një burr i ri, me kostum të zi dhe çantë lëkure, troket në derë. Ai thotë se vjen nga arkivi qendror i shtetit dhe ka nevojë për nënshkrimin e Haxhi Lleshit në disa dokumente historike. Kur Lleshi hap dosjen, ai sheh fotografi të vjetra nga lufta nacional-çlirimtare. Fotografi ku ai qëndron krah Enver Hoxhës, krah Mehmet Shehut, krah të gjithë atyre që tani janë shpallur armiq ose janë fshirë nga historia. Burri i ri shpjegon me një zë të qetë, pothuajse të këndshëm, këto fotografi do të përdoren për një ekspozitë të re. Por disa fytyra duhet të hiqen. Disa emra duhet të ndryshohen. Ju thjesht duhet të konfirmoni se kujtimet tuaja përputhen me versionin e ri historik. Haxhi Lleshi shikon fotografitë. Ai kujton ditën kur u bën. Kujton erën e barutit që ende mbante në rroba. Kujton zërat e shokëve që tani janë të vdekur ose të harruar. Dhe pastaj shikon burrin e ri që pret me një stilolaps në dorë. Ai kupton se kjo nuk është një kërkesë. Kjo është një test. Nëse ai refuzon, nëse ai thotë jo, kjo nuk është ajo që ndodhi, atëherë ai do të bëhet vetë një problem që duhet zgjidhur. Kështu që ai merr stilolapsin. Ai firmos. Ai konfirmon gënjeshtrën. Dhe kur burri i ri largohet, Haxhi Lleshi mbetet ulur në dhomën e tij, duke mbajtur në duar fotografitë e së kaluarës së tij, duke ditur se edhe kujtimi i tij tani i përket shtetit, jo atij. A mund të jetojë një njeri kur edhe e kaluara e tij nuk është më e tija? Por jo vetëm shteti e kontrollonte kujtesën e Haxhi Lleshit. Edhe familja e tij filloi të paguante çmimin e rënies së tij. Djali i tij, që kishte punuar në Ministrinë e Industrisë, u transferua në një fabrikë në një qytet të largët malor. Vajza e tij, që ishte mësuese në Tiranë, u dërgua në një fshat në jug të vendit. Nipërit e tij, që kishin shpresuar për karriera në parti, u bllokuan në poste të ulta administrative. Askush nuk u tha kur hapur, ju po ndëshkoheni sepse jeni familja e Haxhi Lleshit. Por të gjithë e dinin. Në një shtet ku çdo vendim karriere kalonte nëpër filtrat e biografisë, ku çdo emër kontrollohej për lidhje me armiqtë e popullit, të qenit i afërm i një njeriu të rënë nga pushteti ishte një mallkim që kalonte nga brezi në brez. Haxhi Lleshi e shite këtë. Ai e shite në sytë e djalit kur vinte ta vizitonte, duke u përpjekur të mos tregojë hidhërimin. Ai e shite në letrat e ralla që merrte nga vajza, që shkruante për jetën në fshat, por nuk përmendnin kurrë sepse ishte dërguar atje.
Ai e shite në heshtjen e mbesave dhe nipërve që kishin pushuar së ardhuri në shtëpinë e tij, jo sepse nuk e donin, por sepse çdo vizitë regjistrohej, çdo lidhje me të bëhej pjesë e dosjeve të tyre. Dhe kjo ishte ndoshta dhimbja më e madhe, jo vetëm që ai kishte humbur gjithçka, por humbja e tij po shkatëronte edhe ata që i donte. Çdo mbrëmje, kur mbetej vetëm, ai pyeste veten, a ja vlente? A ja vlente të mbante pushtetin për 29 vjet, duke ditur se një ditë do të binte dhe do të tërhiqte pas vetes edhe ata që nuk kishin faj? Në vjeshtën e 1984, Enver Hoxha vdes. Lajmi përhapet në të gjithë Shqipërinë si një tronditje seizmike. Por për Haxhi Lleshin, kjo vdekje ka një kuptim tjetër. Njeriu që e kishte ngritur, që e kishte mbajtur në pushtet, që e kishte përdorur si fasad për 3 dekada, tani nuk ishte më. Dhe për një moment të shkurtër, Haxhi Lleshi shpreson. Shpreson se ndoshta tani, me Enver Hoxhën të vdekur, do të ketë një rivendosje. Ndoshta Ramiz Alia, që tani është udhëheqësi i ri, do të kërkoj pajtim me të kaluarën. Ndoshta do të ketë një ceremoni ku veteranët e vjetër të luftës do të nderohen, ku emrat e harruar do të kujtohen, ku edhe ai, Haxhi Lleshi, do të thirret për të ulur në radhën e parë për të njohur kontributi. Por kjo shpresë shuan shpejt. Sepse kur filluan gjykatat e para kundër ish zyrtarëve komunist, emri i Haxhi Lleshit u shfaq në listën e të akuzuarve. Ceremonia e varrimit të Enver Hoxhës është madhështore. Mijëra njerëz në rrugë. Fjalime të gjata. Lot të organizuar. Por Haxhi Lleshi nuk është ftuar. Ai e shikon ceremoninë në televizion nga dhoma e tij, duke parë se si njerëzit që ai kishte njohur, që kishin qenë më poshtë tij në hierarki, tani qëndrojnë në radhën e parë, ndërsa ai është i padukshëm. Dhe ai kupton se vdekja e Enverit nuk ka sjell fund të izolimit të tij. Përkundrazi, ajo e ka bërë atë edhe më të plotë. Sepse tani, edhe lidhja e fundit që ai kishte me pushtetin, lidhja nëpërmjet kujtimit të Enverit, është prerë. Ai nuk është më ish bashkëpunëtori i Enverit. Ai është thjesht një plak i harruar që dikur kishte një post, por që askush nuk kujton pse. Por historia nuk kishte mbaruar ende me Haxhi Lleshin. Në 1990, kur regjimi komunist filloi të shkatërrohej, kur njerëzit dolën në rrugë duke kërkuar liri, kur statuja e Enver Hoxhës u rrëzua në sheshin kryesor të Tiranës, Haxhi Lleshi mendoi se ndoshta tani do të vinte drejtësia. Ndoshta tani do të shpjegojë se ai kishte qenë një viktim, jo një kriminal. Ndoshta tani njerëzit do të kuptonin se ai kishte firmosur ato dekrete jo nga zgjedhja, por nga frika. Por realiteti ishte shumë më i ashpër. Kur filluan gjykatat e para kundër ish zyrtarëve komunist, emri i Haxhi Lleshit u shfaq në listën e të akuzuarve. Jo si viktim, por si bashkëfajtor. Sepse ai kishte firmosur. Ai kishte vulosur. Ai kishte qenë kryetari i presidiumit kur njerëzit pushkatoheshin në kufi, kur familjet internoheshin, kur të rinjt burgoseshin për propagandë e agitacion. Dhe fakti se ai vet kishte jetuar në frikë, fakti se ai vet kishte qenë i kontrolluar, nuk e shfaqsonte në sytë e atyre që kishin humbur të dashurit e tyre. Në 1995, në moshën 82 vjeçare, Haxhi Lleshi u gjykua. Ai u dënua me burg për krime kundër njerëzimit. Por për shkak të moshës dhe shëndetit të dobët, ai u lirua me kusht. Ai u kthye në vilën e tij, tani jo si ish kreu i shtetit, por si kriminal i dënuar. Dhe ironia ishte e tmerrshme, regjimi që ai kishte shërbyer e kishte fshirë nga historia. Demokracia që ai kishte shpresuar se do ta shpëtonte, e dënoi. Ai kishte humbur nga të dyja anët. Dhe tani, në vitet e fundit të jetës së tij, ai ishte i vetëm në një mënyrë që askush nuk mund ta kuptonte plotësisht. Një mbrëmje të ftohtë të janarit 1998, Haxhi Lleshi ulet në karrigen e tij të vjetër pranë dritares. Ai shikon drejt rrugës, ku makinat kalojnë me shpejtësi, ku njerëzit ecin me ngut, ku jeta vazhdon pa e vënë re atë. Ai mendon për gjithçka që ka ndodhur. Për luftën në male, kur ai besonte se po luftonte për një botë më të drejtë. Për vitet e pushtetit, kur ai mendonte se po shërbente popullin e tij. Për rënien, kur ai kuptoi se asgjë nga ajo që kishte besuar nuk ishte e vërtetë. Dhe ai pyet veten, a kishte ndonjë moment kur ai mund të kishte zgjedhur ndryshe? A kishte ndonjë pikë kur ai mund të kishte thënë jo dhe të kishte ndryshuar fatin e tij? Ndoshta në dhjetor të 1981, kur Mehmet Shehu ra, ai mund të kishte dhënë dorëheqjen.
Ndoshta në janar të 1982, kur i kërkuan të firmos arrestimin e Kadri Hasbiut, ai mund të kishte refuzuar. Ndoshta në nëntor të 1982, kur e shkarkuan, ai mund të kishte folur, të kishte treguar të vërtetën, të kishte bërtitur se gjithçka ishte një gënjeshtër. Por ai nuk kishte bërë asnjë nga këto gjëra. Ai kishte zgjedhur heshtjen. Ai kishte zgjedhur mbijetesën. Dhe tani, duke parë mbrapa, ai nuk e dinte nëse kjo kishte qenë një zgjedhje e mençur apo një dorëzim i turpshëm. Ndoshta të dyja. Ndoshta asnjëra. Ndoshta në një sistem ku çdo zgjedhje të çonte në humbje, nuk kishte kuptim të pyesje çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishe zgjedhur ndryshe. Më 1 janar 1998, Haxhi Lleshi vdes në heshtje. Lajmi I vdekjes së tij shfaqet në një paragraf të vogël në faqen e fundit të gazetave. Nuk ka ceremoni shtetërore. Nuk ka fjalime përkujtimore. Nuk ka foto të mëdha në shtyp. Njeriu që për 29 vjet kishte qenë fytyra e shtetit shqiptar, tani varroset si një qytetar I zakonshëm, I harruar nga të gjithë përveç familjes së ngushtë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më I hidhur I historisë së tij. Në një diktaturë, edhe ata që duken se janë në majë të pushtetit janë thjesht vegla që përdoren dhe hidhen kur nuk nevojiten më. Haxhi Lleshi kishte menduar se duke qenë besnik, duke mos sfiduar, duke firmosur çdo gjë që I kërkoi, ai do të mbrojë. Por ai kishte gabuar. Sepse në një sistem të ndërtuar mbi frikë dhe kontroll absolut, askush nuk është I sigurt. As kreu I shtetit. As veterani I luftës. As njeriu që ka shërbyer për 3 dekada. Të gjithë janë të zëvendësueshëm. Të gjithë janë të harrueshëm. Dhe kur vjen momenti, të gjithë bien në heshtje, pa zhurmë, pa gjurmë, sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. A mund të kishte Haxhi Lleshi shmangur këtë fath? A mund të kishte dikush tjetër në vendin e tij vepruar ndryshe? Apo kjo ishte thjesht çmimi I pashmangshëm I jetesës në një botë ku pushteti nuk ndahet, por merret dhe mbahet me dhunë, dhe ku çdo njeri, pavarësisht sa lart të jetë, është vetëm një hap larg rënies? Në arkivat e sigurimit të shtetit ekziston një dosje që nuk u shkatërrua kurrë plotësisht. Kodi I saj, objekti Dibër, protokolli mjekësor. Brenda saj, lista e barnave që porositeshin çdo muaj për Haxhi Lleshin pas shkarkimit të tij. Sedativ të fuqishëm. Ilaçe kundër depresionit. Barra për zemrën që merrte ritme të çrregullta. Por ka diçka që këto faqe nuk e tregojnë, se çdo recetë duhet të kalonte nëpër aprovimin e sigurimit të shtetit. Se çdo vizitë e mjekut regjistrohej në raporte të detajuara. Se edhe trupi I Haxhi Lleshit, edhe shëndeti I tij, edhe dhimbja e tij fizike I përkiste shtetit, jo atij. Mjeku I tij personal, që kishte qenë me të për vite, u zëvendësua pa shpjegim në mars të 1983. Mjeku I ri ishte më I ri, më I ftohtë, më profesional në mënyrën se si shmangte pyetjet personale. Ai vinte, kontrollonte presionin, shkruante recetën, largohej. Asnjë fjalë ngushëllimi. Asnjë pyetje se si ndihej vërtet pacienti. Sepse ai nuk ishte atje për të shëruar Haxhi Lleshin. Ai ishte atje për ta mbajtur atë gjallë aq sa të mos shkaktonte problem, por jo aq mirë sa të mund të fliste, të shkruante, të kujtonte me zë të larë. Dhe Haxhi Lleshi e kuptonte këtë. Ai e shihte në mënyrën se si mjeku shmangte shikimin e tij. Ai e dëgjonte në heshtjen që mbushte dhomën kur ai përpiqej të fillonte një bisedë. Trupi I tij po shkatërrohej, por askush nuk donte ta dëgjonte se si ndihej. Sepse dhimbja e tij nuk kishte rëndësi. Vetëm heshtja e tij kishte vlerë. A mund të jetojë një njeri kur edhe sëmundja e tij monitorohet si një operacion shtetëror? Por nuk ishte vetëm trupi I Haxhi Lleshit që po shkatërrohej. Ishte edhe kujtesa kolektive e një kombi të tërë. Në prill të 1984, Ministria e Arsimit nxori një udhëzim të ri për librat e historisë. Kapitujt që flisnin për luftën nacional-çlirimtare u rishkruan plotësisht. Emrat e shumë komandantëve që kishin luftuar krah Enver Hoxhës u fshirë. Fotografia ku Haxhi Lleshi shfaqej duke marrë flamurin e çlirimit në Dibër u zëvendësua me një tjetër, ku fytyra e tij ishte prerë me kujdes. Në versionin e ri, dukej sikur flamuri ishte marrë nga vetë Enveri, edhe pse Enveri nuk kishte qenë fizikisht atje atë ditë. Fëmijët që lindën pas 1982 u rritën duke lexuar një histori ku Haxhi Lleshi nuk ekzistonte.
Ata mësuan se Shqipëria u çlirua nga Enver Hoxha dhe shokët e tij besnik, por emri i Lleshit nuk përmendej kurrë. Dhe kjo ishte forma më e përsosur e ndëshkimit, jo vetëm ta fshish një njeri nga e tashmia, por ta fshish edhe nga e kaluara, ta bësh sikur ai nuk ka ekzistuar kurrë, ta kthesh në një fantazëm që as kujtesa nuk e njeh më. Haxhi Lleshi e mësoi këtë kur një ditë, duke ecur në park, dëgjoi një grup fëmijësh që luanin partizan dhe fashista. Ata bërtisnin emrat e komandantëve: "Unë jam Enver Hoxha. Unë jam Mehmet Shehu." Por askush nuk tha: "Unë jam Haxhi Lleshi." Sepse ata nuk e dinin se kush ishte. Dhe ai, duke qëndruar në hijen e një peme, duke i parë ata duke luajtur, kuptoi se kjo ishte fitoria e fundit e Enver Hoxhës mbi të, ta bënte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë, as në kujtesën e të rriturve, as në imagjinatën e fëmijëve. Por ndërsa emri i Haxhi Lleshit fshihej nga librat, një emër tjetër po ngrihej në histori: Ramiz Alia. Njeriu që kishte marrë vendin e tij tani po ndërtonte imazhin e tij si pasardhësi i vetëm legjitim i Enver Hoxhës. Çdo fjalim i tij theksonte vazhdimsinë, besnikërinë, devotshmërinë ndaj mësimeve të Enverit. Dhe për të bërë këtë imazh më të fortë, ai kishte nevojë që e kaluara të pastrohej nga të gjithë ata që mund të pretendonin se kishin të drejtë mbi trashëgiminë e luftës. Haxhi Lleshi ishte një nga këta. Ai kishte qenë atje që në fillim. Ai kishte luftuar kur Ramiz Alia ishte ende fëmijë. Ai kishte njohur Enver Hoxhën kur Ramiz Alia as nuk e kishte dëgjuar emrin e tij. Por pikërisht kjo e bënte atë të rrezikshëm. Sepse nëse Haxhi Lleshi do të fliste, nëse ai do të tregonte se si ishin vërtet gjërat, nëse ai do të zbulonte se sa shumë nga historia zyrtare ishte gënjeshtër, atëherë imazhi i Ramiz Alis si trashëgimtari i vetëm do të thyej. Kështu që Ramiz Alia zgjodhi të bëjë atë që Enver Hoxha kishte bërë më mirë, ta mbante Haxhi Lleshin gjallë, por të heshtur. Ta linte të jetonte, por të izoluar. Ta mbante të dukshëm, por të padëgjuar. Dhe kjo strategji funksionoi me përsosmëri. Sepse Haxhi Lleshi, i lodhur, i sëmur, i thyer nga vitet e izolimit, nuk kishte më forcë për të luftuar. Ai kishte pranuar fatin e tij. Ai kishte zgjedhur heshtjen. Dhe kjo heshtje ishte gjithçka që Ramiz Alia kishte nevojë. Por ka një dokument që shpëtoi nga shkatërimi i arkivave. Një letër e shkruar me dorë nga Haxhi Lleshi në shtator të 1986, drejtuar Ramiz Alis. Në të, ai kërkonte një takim personal. Ai shkruante se kishte gjëra që donte t'i sqaronte, se kishte të vërtetën që donte ta tregonte, se kishte dokumente që mund të ndihmonin për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur vërtet në vitet e fundit të Enver Hoxhës. Letra nuk u përgjigj kurrë. Ajo arkivua në dosjen Objekti Dibër me një shënim të shkurtër në kuq: kërkesa refuzohet. Asnjë kontakt i autorizuar. Haxhi Lleshi priti përgjigje për javë. Ai kontrollonte postën çdo ditë. Ai shikonte nga dritarja duke shpresuar se ndoshta do të vinte një makinë zyrtare, se ndoshta dikush do të trokiste në derë, se ndoshta do t'i jepej shansi të fliste. Por asgjë nuk erdhi. Dhe pas një muaji, ai kuptoi se letra e tij nuk do të lexohej kurrë nga Ramiz Alia. Ajo ishte thjesht një dokument tjetër në dosjen e tij, një provë tjetër se ai ende ishte i gjallë, por plotësisht i parëndësishëm. Dhe kjo ishte ndoshta poshtërimi më i madh, jo që të refuzoheshe me ashpërsi, por që të injoroheshe plotësisht, sikur fjalët e tua të mos kishin asnjë peshë, sikur ti të ishe aq i parëndësishëm sa as nuk ja vlente të përgjigjej. Në dimrin e 1987, shëndeti i Haxhi Lleshit përkeqësohet ndjeshëm. Zemra e tij, e dobësuar nga vitet e stresit, fillon të jap shenja alarmi. Mjeku i ri vjen më shpesh, por jo për ta shëruar, vetëm për ta mbajtur të gjallë. Sepse vdekja e tij tani do të ishte e papërshtatshme. Regjimi nuk donte që ai të vdiste ende. Nuk sepse e vlerësonin, por sepse vdekja e tij do të shkaktonte pyetje. Njerëzit do të pyesnin: pse nuk u bë ceremoni? Pse nuk u përmend kontributi i tij? Pse u trajtua si një qytetar i zakonshëm? Dhe këto pyetje do të hapnin plag që regjimi donte t'i mbante të mbyllura. Kështu që Haxhi Lleshi mbahej gjallë me ilaçe, me kontroll të vazhdueshëm, me kujdes mjekësor që nuk ishte dashuri, por strategji. Ai jetonte, por nuk jetonte vërtet. Ai merrte frym, por çdo frymmarrje ishte e kontrolluar, e monitoruar, e regjistruar në raporte që shkruheshin çdo ditë dhe dërgoheshin në zyrat e sigurimit të shtetit. Dhe ai e dinte këtë. Ai e dinte se edhe vdekja e tij nuk do të ishte e tij.
Edhe ajo do t'i përkiste shtetit, do të vendosej nga të tjerët, do të ndodhte kur ata të vendosnin se ishte momenti i duhur. A mund të jetoj një njeri kur edhe vdekja e tij nuk është më në duart e tij? Por ndërsa trupi i Haxhi Lleshit dobësohej, diçka tjetër po ndodhte në Shqipëri. Në vitet e fundit të 80-tave, regjimi filloi të tregonte shenja të para të dobësisë. Ekonomia po shkatërrohej. Njerëzit po urin. Pakënaqësia po rritet. Dhe Ramiz Alia, që kishte marrë pushtetin duke premtuar vazhdimsi, tani po përballej me një realitet që nuk mund ta kontrollonte më. Ai kishte nevojë për fajtor. Ai kishte nevojë për dikë që të fajsonte për gjithçka që kishte shkuar keq. Dhe kush ishte më i përshtatshëm se ata që tashmë ishin fshirë nga historia? Në 1988 filloi një fushat e re e propagande. Gazetat filluan të shkruanin për gabimet e së kaluarës, për deviacionet që kishin dëmtuar ndërtimin socialist, për elementet e huaj që kishin infiltruar udhëheqjen. Dhe edhe pse emri i Haxhi Lleshit nuk përmendej drejt për drejt, mesazhi ishte i qartë. Ata që kishin qenë në pushtet para Ramiz Alis ishin fajtorët për gjithçka që kishte shkuar keq. Ramiz Alia po ndërtonte mbrojtjen e tij duke fajsuar të vdekurit dhe të harruarit. Dhe Haxhi Lleshi, duke lexuar këto artikuj në gazet, duke dëgjuar këto fjalime në radio, kuptoi se edhe pas vdekjes së tij, emri i tij do të përdorej si mburoj për të tjerët. Ai do të fajsohej për gjëra që nuk kishte bërë kurrë. Ai do të akuzohej për vendime që nuk i kishte marrë kurrë. Ai do të bëhej simbol i së keqes, ndërsa ata që vërtet kishin vendosur, që vërtet kishin urdhëruar, që vërtet kishin kontrolluar, do të shpëtonin të pastër. Në pranverën e 1990, kur studentët filluan të protestonin në Tiranë, kur njerëzit filluan të kërkonin ndryshim, kur regjimi filloi të luhatet, Haxhi Lleshi shikonte nga dritarja e vilës së tij dhe mendonte: a do të sjell kjo liri drejtësi për mua? A do të kuptojnë njerëzit se unë isha viktim, jo kriminal? A do të lexojnë ata dosjet dhe do të shohin se çdo firmë ime ishte dhënë në kërcënim? Por ai e dinte përgjigjen. Ai e dinte se në një revolucion, njerëzit nuk kanë kohë për nuanca. Ata nuk kanë durim për shpjegime të komplikuara. Ata duan fajtor të qartë, armiq të dukshëm, simbole që mund t'i urrejnë pa dyshim. Dhe ai, që kishte qenë kryetari i presidiumit për 29 vjet, ishte një simbol i përsosur. Nuk kishte rëndësi se ai kishte jetuar në frikë. Nuk kishte rëndësi se ai kishte qenë i kontrolluar. Nuk kishte rëndësi se ai kishte rënë nga pushteti 11 muaj pas Mehmet Shehu. Gjithçka që kishte rëndësi ishte se ai kishte qenë atje në maj, duke firmosur, duke vulosur, duke shfaqur në fotografi. Dhe kjo mjaftonte për ta bërë atë fajtor në sytë e atyre që kërkonin drejtësi. Kështu që ai nuk shpresonte më. Ai thjesht priste. Priste të shihte se çfarë do të ndodhte. Priste të mësonte se si do të përfundonte historia e tij. Priste vdekjen, jo si shpëtim, por si fundi një vuajtjeje që kishte zgjatur shumë më gjatë se sa ai kishte menduar se mund të duronte. Dhe ndërsa priste, ai mendonte për një pyetje që e kishte munduar për vite: kush fitoi vërtet nga vdekja e Mehmet Shehut? Kush ishte njeriu që mori gjithçka pasi Mehmeti ra? Përgjigjja ishte e qartë, por askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë: Ramiz Alia. Ai ishte njeriu që u ngrit mbi rënojat e të tjerëve. Ai ishte njeriu që mori postin e Haxhi Lleshit, që trashëgoi pushtetin e Enver Hoxhës, që ndërtoi karrierën e tij mbi rënien e Gardës së Vjetër. Dhe nëse dikush do të pyeste, cui bono? Kujt i bëri mirë? Përgjigjja do të ishte gjithmonë e njëjtë: Ramiz Alis. Por a kishte qenë ai arkitekti i rënies së Mehmet Shehut? A kishte qenë ai njeriu që kishte komplotuar në heshtje, që kishte manipuluar Enver Hoxhën e Smur, që kishte organizuar pastrimin e Gardës së Vjetër për të hapur rrugën për veten? Haxhi Lleshi nuk e dinte. Ai nuk kishte prova. Ai kishte vetëm dyshime, vetëm pyetje, vetëm një ndjenjë të thellë se diçka nuk ishte siç dukej. Por edhe sikur të kishte prova, çfarë do të bënte me to? Kujt do t'ia tregonte? Kush do ta dëgjonte një plak të harruar, të izoluar, të diskredituar? Kush do t'i besonte fjalët e një njeriu që vetë regjimi e kishte shpallur të papërshtatshëm për pushtet? Kështu që ai mbante heshtjen. Ai mbante dyshimet për vete. Ai çonte në varr, duke ditur se e vërteta nuk do të dilte kurrë në dritë, sepse ata që e dinin ishin ose të vdekur, ose të heshtur, ose të friksuar për të folur.
Në orët e para të mëngjesit të 23 nëntorit 1982, ndërsa Tirana ende flinte, një ekip i vogël njerëzish hyri në çdo zyrë shtetërore të kryeqytetit. Ata kishin një detyrë të thjeshtë, por të saktë, të hiqnin çdo portret të Haxhi Lleshit nga muret. Brenda 6 orësh, fytyra që kishte varur për 29 vjet krah portretit të Enver Hoxhës u zhduk plotësisht. Por ku shkuan ato portrete? Kush dha urdhrin e saktë? Dhe më e rëndësishmja, kush e planifikoi këtë operacion me një muaj përpara se Haxhi Lleshi të shkarkohej zyrtarisht? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme ekziston një urdhër i datës 15 tetor 1982, gati 5 javë para sesionit të kuvendit. Titulli: për përgatitjen e ndryshimeve në protokollin shtetëror. Brenda tij, një listë e detajuar, sa portrete të Ramiz Alis duhet të prodhohen, cilat zyra duhet të riorganizohen, cilat fotografi zyrtare duhet të rishtypen pa praninë e Haxhi Lleshit. Ky dokument tregon diçka të frikshme: shkarkimi i Haxhi Lleshit nuk ishte një vendim i marrë në nëntor. Ai ishte planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar me përpikëri ushtarake muaj më parë. Ndërsa Haxhi Lleshi ende shfaqej në ceremoni, ende firmonte dekrete, ende besonte se ndoshta do të mbijetonte, fati i tij ishte vendosur tashmë. Portretet e tij ishin printuar dhe të gatshëm për t'u hequr. Zëvendësi i tij ishte zgjedhur dhe po përgatitej. Makineria e pushtetit kishte vendosur se ai ishte i tepërt. Dhe ai nuk e dinte asgjë. A mund të ketë poshtërim më të madh se ky, të jesh i vdekur politikisht muaj përpara se ta mësosh vetë? Por kush mori vendimin final? Kush ishte njeriu që tha, Haxhi Lleshi duhet të shkojë? Dokumentet zyrtare flasin për vendim kolektiv të udhëheqjes së partisë. Por ata që ishin atje, ata që mbijetuan dhe folën dekada më vonë, tregojnë një histori tjetër. Ata flasin për një mbledhje të mbyllur në shtator të 1982 në vilën private të Enver Hoxhës. Ishin vetëm 3 njerëz, Enveri, i sëmur por ende i qartë mendërisht, Ramiz Alia dhe Nexhmie Hoxha, gruaja e Enverit që kishte ndikimin e saj të heshtur mbi çdo vendim të rëndësishëm. Ata diskutuan për orë të tëra. Enveri ishte i shqetësuar, ai donte që trashëgimia e tij të ishte e pastër, e pakontestueshme, e kontrolluar plotësisht nga Ramiz Alia. Por Haxhi Lleshi ishte një problem. Ai ishte një lidhje e gjallë me të kaluarën, me luftën nacional-qeverimtare, me kohën kur Enveri nuk ishte ende perëndi absolute. Ai ishte një kujtim se pushteti dikur ishte ndarë, se kishte pasur të tjerë që kishin kontribuar, se historia nuk ishte vetëm historia e Enver Hoxhës. Dhe kjo ishte e papranueshme. Nexhmie, me zërin e saj të qetë por të prerë, tha atë që Enveri mendonte por nuk e shqiptonte: Haxhi Lleshi duhet të largohet. Jo me bujë, por duhet të shkojë. Ramiz Alia dëgjoi në heshtje. Ai e dinte se kjo ishte testi i tij. Nëse ai pranonte, nëse ai ekzekutonte këtë urdhër pa ngurim, ai do të provonte se ishte i gatshëm për pushtetin absolut. Nëse ai nguronte, nëse ai tregonte simpati për Haxhi Lleshin, ai do të konsiderohej i dobët, i papërshtatshëm, i rrezikshëm. Kështu që ai tha, do të bëhet. Dhe me këto 3 fjalë, fati i Haxhi Lleshit u vulos. Por a e dinte Ramiz Alia se çfarë po bënte? A e kuptonte ai se po shkatëronte jetën e një njeriu që kishte luftuar për këtë vend kur ai vet ishte fëmijë? Apo ai thjesht po luante lojën e pushtetit, duke sakrifikuar çdo gjë dhe çdo kë për të arritur në maj? Pas shkarkimit, Haxhi Lleshi u kthye në vilën e tij dhe nuk doli më për muaj të tërë. Por brenda atyre mureve, diçka po ndodhte që askush nuk e shite. Ai filloi të shkruante. Jo kujtime zyrtare. Jo justifikime. Por një lloj ditar, ku shënonte çdo gjë që kujtonte për vitet e fundit të regjimit. Ai shkruante për takimet ku kishte qenë i pranishëm, për bisedat që kishte dëgjuar, për urdhrat që kishte marrë. Ai shkruante për natën kur Mehmet Sheu vdiq, për reagimin e Enver Hoxhës, për mënyrën se si fushata e pastrimit u organizua me shpejtësi të çuditshme, sikur të ishte planifikuar që më parë. Ai shkruante për dyshimet e tij, për pyetjet që nuk guxonte t'i bënte me zë të lartë, për ndjenjen e tij se diçka nuk ishte siç dukej. Por ai nuk e mbaroi kurrë këtë ditar. Sepse një mbrëmje në janar të 1983, ndërsa ai shkruante, dëgjoi zhurmë në obor. Kur doli të shikonte, pa që dera e garazhit ishte e hapur. Ai hyri brenda dhe gjeti se kutia ku mbante fletët e shkruara ishte zhdukur. Asgjë tjetër nuk ishte prekur.
Vetëm ato flet. Ai kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur, dikush kishte hyrë, kishte marrë shënimet e tij dhe ishte larguar pa lënë gjurmë. Ai nuk raportoi kurrë këtë incident, sepse ai e dinte se nëse ankohej do të pranonte se kishte shkruar gjëra që nuk duhej të shkruante. Dhe kjo do të ishte një provokacion që mund të kishte pasoja shumë më të rënda se thjesht humbja e disa fletëve letre. Kështu që ai heshti. Ai nuk shkroi më kurrë. Ai mbajti çdo gjë në kokën e tij, duke ditur se edhe kujtesa e tij ishte në nënvëzhgim, edhe mendimet e tij nuk ishin më të tij. A mund të jetojë një njeri kur edhe e drejta për të shkruar të vërtetën e tij i është rrëmbyer në heshtje? Por ndërsa Haxhi Lleshi jetonte në izolim, Ramiz Alia po ndërtonte imazhin e tij si udhëheqësi i ri i Shqipërisë. Çdo fjalim i tij theksonte vazhdimsinë me Enver Hoxhën, por edhe frymën e re që ai po sillte. Ai fliste për korrigjimin e gabimeve të së kaluarës, për drejtësinë socialiste, për pastërtinë ideologjike. Dhe njerëzit e dëgjonin me shpresë. Ata mendonin se ndoshta ky njeri i ri do të ishte ndryshe. Ndoshta ai do të ishte më i butë, më i drejtë, më njerëzor. Por ata që e njihnin Ramiz Alin nga afër, ata që kishin punuar me të, ata që e kishin parë se si kishte vepruar gjatë pastrimit të gardës së vjetër, e dinin të vërtetën, ai nuk ishte ndryshe. Ai ishte thjesht më i zgjuar. Ai kishte mësuar nga Enveri se si të mbash pushtetin, jo me dhunë të hapur, por me kontroll të heshtur. Jo me pushkatime publike, por me izolim të organizuar. Jo me akuza të bujshme, por me fshirje të qeta nga historia. Dhe ai po e aplikonte këtë mësim me përsosmëri. Ai nuk kishte nevojë të pushkatonte Haxhi Lleshin. Ai thjesht e bëri atë të padukshëm. Ai nuk kishte nevojë të shpallte hapur se garda e vjetër ishte armike. Ai thjesht e zëvendësoi atë me njerëz të rinj, besnik ndaj tij, që nuk kishin lidhje me të kaluarën. Dhe kështu, pa zhurmë, pa drama, pa gjak, ai konsolidoi pushtetin absolut. Por a ishte kjo më pak e tmerrshme se dhuna e hapur? A ishte fshirja e heshtur më njerëzore se pushkatimi? Haxhi Lleshi, duke jetuar në atë izolim, do të kishte thënë, jo. Sepse dhuna të vret shpejt. Por izolimi të vret ngadalë, ditë pas dite, duke të lënë të jetosh, por duke të hequr çdo gjë që e bën jetën të vlefshme. Në vjeshtën e 1988, kur Bashkimi Sovjetik filloi të shkatërrohej, kur muri i Berlinit ra, kur regjime komuniste ranë njëri pas tjetrit në Evropën lindore, Haxhi Lleshi shikonte lajmet në televizion me një ndjenjë të çuditshme. Ai shihte njerëz që dilnin në rrugë duke kërkuar liri. Ai shihte diktatorë që largoheshin nga pushteti. Ai shihte statuja që rrëzoheshin, portrete që digjeshin, emra që fshiheshin nga historia. Dhe ai mendonte, a do të ndodhë kjo edhe në Shqipëri? A do të vijë dita kur edhe ky regjim do të bjerë? A do të jetoj unë aq gjatë sa ta shoh atë ditë? Por më shumë se çdo gjë, ai mendonte, çfarë do të ndodhë me mua kur ajo ditë të vijë? A do të më shohin si viktim apo si bashkëfajtor? A do të kuptojnë se unë isha i kontrolluar, i friksuar, i detyruar? Apo do të më gjykojnë thjesht për atë që isha, kryetari i presidiumit për 29 vjet, njeriu që firmosi ligje, dekrete, dënime? Ai nuk kishte përgjigje. Ai vetëm priste. Priste të shihte se si do të shkruante historia kapitullin e fundit të jetës së tij. Priste të mësonte nëse do të kishte drejtësi për të, apo nëse ai do të mbetej përgjithmonë në atë zonë gri mes viktimës dhe kriminalit, mes të detyruarit dhe të përgjegjshmit, mes atij që vuajti dhe atij që bëri të tjerët të vuajnë. Dhe kjo pritje ishte ndoshta vuajtja më e madhe, të mos dish si do të kujtoj historia, të mos dish nëse emri yt do të pastrohet apo do të shënohet përgjithmonë me turp. Në shkurt të 1991, kur studentët filluan të protestonin në Tiranë, kur statuja e Enver Hoxhës u rrëzua, kur regjimi filloi të shkatërrohej, Haxhi Lleshi ishte tashmë shumë i sëmur për të dalë nga shtëpia. Ai e dëgjoi zhurmën e protestave nga dritarja e tij. Ai e pa në televizion se si njerëzit bërtisnin për liri, për demokraci, për drejtësi. Dhe ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë për vite, shpresë. Shpresë se ndoshta tani, me rënien e regjimit, do të dilte e vërteta. Shpresë se ndoshta dikush do të hapte dosjet, do të lexonte raportet, do të shihte se si ai kishte jetuar nën kontroll të vazhdueshëm. Shpresë se ndoshta do të kuptojë se ai nuk kishte qenë një diktator, por një kukull. Por kjo shpresë zgjati vetëm disa javë.
sepse kur filluan gjykatat e para kundër ish zyrtarëve komunist, emri i Haxhi Leshit u shfaq në listën e të akuzuarve. Jo si viktim, jo si dëshmitar, por si akuzuar për krime kundër njerëzimit. Akuza ishin të qarta, si kryetar i presidiumit, ai kishte firmosur dekrete që kishin çuar në vdekjen e njerëzve në kufi, në burgosjen e të pafajshmëve, në internimin e familjeve. Dhe fakti se ai kishte vepruar nën urdhër, fakti se ai vetë kishte qenë i kontrolluar, nuk e shfaqsonte në sytë e ligjit të ri. Sepse ligji kërkonte përgjegjësi. Dhe ai kishte qenë në pozitë përgjegjësie. Kështu që ai u gjykua. Në moshën 82 vjeçare, i sëmur, i dobësuar, ai ul në bankën e të akuzuarve dhe dëgjoi akuzat kundër tij. Ai nuk u mbrojt shumë. Ai thjesht tha, unë bëra atë që më thanë të bëja. Nëse kjo është krim, atëherë unë jam fajtor. Dhe me këto fjalë, ai pranoi fajin, jo sepse besonte se ishte fajtor, por sepse ai ishte shumë i lodhur për të luftuar, shumë i thyrë për të shpjeguar, shumë i vetmuar për të shpresuar se dikush do ta kuptonte. Por ndërsa Haxhi Leshi gjykohej, një pyetje mbetej pa përgjigje, ku ishte Ramiz Alia? Njeriu që kishte marrë vendin e tij, që kishte ndërtuar karrierën e tij mbi rënien e gardës së vjetër, që kishte qenë udhëheqësi i Shqipërisë për 8 vjet, tani ku ishte? Ai ishte larguar nga pushteti në prill të 1991, kur presioni popullor e detyroi të jepte dorëheqjen. Por ndryshe nga Haxhi Leshi, ai nuk u gjykua menjëherë. Ai nuk u akuzua publikisht. Ai jetoi në heshtje, i mbrojtur nga ish aleatët e tij, i fshehur nga sytë e publikut. Dhe kjo ishte ironia më e madhe, Haxhi Leshi, që kishte qenë viktime e Ramiz Alis, tani gjykohej para tij. Haxhi Leshi, që kishte humbur pushtetin 11 muaj pas Mehmet Shehut, tani akuzohej për krime që kishin ndodhur gjatë gjithë regjimit. Ndërsa Ramiz Alia, që kishte qenë udhëheqësi aktual për 8 vjet, që kishte marrë vendime të vërteta, që kishte kontrolluar çdo aspekt të shtetit, mbetej i paprekur. Kjo tregonte diçka të thellë për mënyrën se si funksionon drejtësia pas një diktature. Nuk janë gjithmonë më të fuqishmit që paguajnë. Shpesh janë ata më të dobëtit, ata që nuk kanë më aleat, ata që nuk kanë më mbrojtje. Dhe Haxhi Leshi ishte pikërisht ky, i dobëti, i harruar, i braktisur nga të gjithë. Kështu që ai u bë fajtor i lehtë, viktima e lehtë, shembulli i lehtë që mund të tregojë për të thënë, shihni, ne po bëjmë drejtësi. Por a ishte kjo drejtësi e vërtetë? Apo ishte thjesht një formë tjetër e padrejtësisë, ku të dobëtit ndëshkohen për të mbrojtur të fuqishmit? Haxhi Leshi u dënua me burg, por për shkak të moshës dhe shëndetit u lirua me kusht. Ai u kthye në vilën e tij, tani jo si ish kreu i shtetit, por si kriminal i dënuar. Ai jetoi 3 vjet të tjera në atë izolim, duke parë se si Shqipëria ndryshonte, duke parë se si njerëz të rinj merrnin pushtetin, duke parë se si historia rishkruhej përsëri. Por kësaj here, ai nuk ishte më pjesë e asnjë versioni të historisë. Ai nuk ishte as hero, as viktim, as kriminal i rëndësishëm. Ai ishte thjesht një emër i harruar, një kujtim i zbehur, një njeri që kishte jetuar shumë gjatë dhe kishte parë shumë për të besuar ende në drejtësi. Dhe në një mbrëmje të ftohtë të janarit 1998, zemra e tij e lodhur pushoi së rrahuri. Ai vdiq në heshtje, ashtu siç kishte jetuar vitet e fundit. Lajmi i vdekjes së tij u shfaq në një paragraf të vogël në gazetë. Nuk pati ceremoni. Nuk pati fjalime. Nuk pati njohje. Njeriu që për 29 vjet kishte qenë fytyra e shtetit shqiptar u varros si një qytetar i zakonshëm, i shoqëruar vetëm nga familja e ngushtë dhe disa kureshtarë që donin të shihnin fundin e një epoke. Dhe kështu mbaroi historia e Haxhi Leshit, jo me bujë, jo me lavdi, por me heshtje absolute, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë. Por çfarë ndodhi me ata që fituan nga rënia e Haxhi Leshit? Çfarë ndodhi me Ramiz Alin, që mori vendin e tij dhe ndërtoi karrierën e tij mbi shkatërimin e gardës së vjetër? Ai jetoi deri në vitin 2021, duke vdekur në moshën 95 vjeçare. Ai u gjykua në fund, por dënimi i tij ishte simbolik, i lehtë, i vonuar. Ai jetoi shumicën e viteve të fundit në shtëpinë e tij, i mbrojtur nga ish aleatët, i respektuar nga një pjesë e shoqërisë që ende e konsideronte si më të butën nga udhëheqësit komunistë. Ai nuk pagoi kurrë vërtet për atë që kishte bërë. Ai nuk u përball kurrë me pyetjen, pse shkarkove Haxhi Leshin? Pse e izolove atë? Pse e le të vuante në heshtje për vite? Sepse askush nuk ja bëri këto pyetje.
Askush nuk kërkoi llogari për fatin e një njeriu që kishte rënë 11 muaj pas Mehmet Sheut dhe kishte jetuar 20 vjet në izolim total. Historia e Ramiz Alis u shkrua si historia e një tranzicioni, e një periudhe kalimtare, e një udhëheqësi që përpiqej të reformonte sistemin nga brenda. Por historia e Haxhi Leshit u harrua plotësisht. Emri i tij nuk përmendej në librat e historisë. Kontributi i tij në luftën nacional-çlirimtare u fshi. Vitet e tij si kryetar i presidiumit u reduktuan në një shënim të shkurtër, figura dekorative pa pushtet real. Dhe kjo ishte fitoria e fundit e atyre që e shkarkuan, jo vetëm ta hiqnin nga pushteti, por ta fshinin nga kujtesa kolektive, ta bënin sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Familja e Haxhi Leshit pagoi çmimin edhe pas vdekjes së tij. Djali i tij nuk u kthye kurrë në Tiranë. Ai jetoi në qytetin e largët malor ku ishte dërguar, duke punuar në fabrikë deri në pension, duke mos folur kurrë publikisht për të atin. Vajza e tij u kthye në Tiranë pas rënies së regjimit, por nuk kërkoi kurrë njohje për babain e saj. Ajo jetoi në heshtje, duke ditur se çdo përpjekje për të rehabilituar emrin e Haxhi Leshit do të hapte plagë të vjetra, do të shkaktonte debate të dhimbshme, do të nxirrte në dritë të vërteta që shumë njerëz donin t'i mbanin të fshehura. Nipërit dhe mbesat e tij u shpërndan nëpër botë, duke kërkuar jetë të reja larg Shqipërisë, larg kujtimeve, larg peshës së një emri që kishte qenë dikur i fuqishëm, por tani ishte vetëm një barë. Dhe kështu, edhe kujtimi familjar i Haxhi Leshit u shpërnda, u hollua, u zhduk ngadalë me kalimin e brezave. Sot, shumë pak njerëz në Shqipëri e dinë se kush ishte Haxhi Leshi. Edhe më pak e dinë se çfarë i ndodhi atij. Dhe pothuajse askush nuk pyet, pse? Shqipëria ndryshoi pas rënies së komunizmit. Erdhi demokracia, erdhi tregu i lirë, erdhi liria e shprehjes. Por a erdhi drejtësia? A u sqarua ndonjëherë plotësisht se çfarë kishte ndodhur në ato 11 muaj mes dhjetorit të 1981 dhe nëntorit të 1982? A u hap ndonjëherë dosja Objekti Dibër plotësisht për publikun? A u lexuan ndonjëherë raportet që tregonin se si Haxhi Leshi jetonte në vëzhgim të vazhdueshëm? A u zbuluan ndonjëherë se kush mori vendimin final për shkarkimin e tij? Përgjigjja është jo. Shumë dosje u shkatëruan në kaosin e viteve të para të tranzicionit. Shumë dokumente u fshen nga ata që kishin interes t'i mbanin sekretet e tyre. Shumë dëshmitar vdiqën pa folur kurrë. Dhe ata që dinin më shumë, ata që kishin qenë në dhomën ku u mor vendimi, ata që kishin ekzekutuar urdhrat, zgjodhen heshtjen. Sepse heshtja ishte më e sigurt se e vërteta. Heshtja nuk shkaktonte probleme. Heshtja nuk hapte plagë. Heshtja lejonte që jeta të vazhdonte pa u përballur me të kaluarën. Por pyetja mbetet, kush ishte me të vërtetë përgjegjës për shkatërimin e jetës së Haxhi Leshit? A ishte Enver Hoxha që dha urdhrin final? A ishte Ramiz Alia që e ekzekutoi atë urdhër dhe fitoi nga ai? A ishte Nexhmia Hoxha që ndikoi në vendim nga hija? A ishte sistemi vetë që bënte të pamundur që dikush në pozitën e Haxhi Leshit të mbijetonte kur ekuilibri i pushtetit ndryshonte? Ndoshta të gjithë këta. Ndoshta asnjë prej tyre. Ndoshta pyetja e gabuar është kush dhe pyetja e vërtetë është pse? Pse një sistem ndërtohet në atë mënyrë që edhe ata që duken se janë në majë të pushtetit janë në të vërtetë robër të tij? Pse besnikëria nuk shpërblehet kurrë, por ndëshkohet sapo bëhet e papërshtatshme? Pse historia shkruhet gjithmonë nga fituesit dhe viktima harrohen edhe kur ata kanë jetuar mjaftueshëm gjatë për të parë rënien e atyre që i shkatëruan? Këto janë pyetjet që historia e Haxhi Leshit ngre. Dhe këto janë pyetjet që mbeten ende pa përgjigje. Sot, nëse ecni nëpër rrugët e Tiranës, nuk do të gjeni asnjë rrugë të quajtur me emrin e Haxhi Leshit. Nuk do të gjeni asnjë pllakë përkujtimore. Nuk do të gjeni asnjë muze që tregon historinë e tij. Ai është fshirë plotësisht nga hapësira publike, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Dhe ndoshta kjo është dënimi më i madh që mund t'i jepet një njeriu që jetoi për pushtetin, jo vetëm ta humbas atë, por të fshihet nga kujtesa kolektive, të bëhet një emër që askush nuk e njeh, një histori që askush nuk e tregon, një mësim që askush nuk e mëson. Por a do të thotë kjo se historia e tij nuk ka vlerë? A do të thotë kjo se vuajtja e tij nuk ka kuptim? A do të thotë kjo se ne nuk duhet të pyesim se çfarë i ndodhi atij dhe pse? Jo. Pikërisht për këtë arsye duhet të tregohet kjo histori. Pikërisht për këtë arsye duhet të pyesim.
sepse çdo herë që harrojmë një viktim, çdo herë që lëmë që një histori të fshihet, çdo herë që pranojmë që e vërteta të varroset bashkë me ata që e jetuan, ne bëjmë të mundur që e njëjta padrejtësi të përsëritet. Dhe kjo është mënyra se si historia përsëritet, jo sepse njerëzit janë të këqij, por sepse ata harrojnë. Harrojnë se çfarë ndodh kur pushteti bëhet absolut. Harrojnë se çfarë ndodh kur besnikëria nuk ka vlerë. Harrojnë se çfarë ndodh kur njerëzit bëhen vegla që përdoren dhe hidhen. Historia e Haxhi Lleshit nuk është vetëm historia e një njeriu që ra nga pushteti. Është historia e një sistemi që gëlltit edhe ata që i shërbejnë më besnikërisht. Është historia e një vendi ku e vërteta fshihet, ku drejtësia vonohet aq shumë sa bëhet e kotë, ku kujtesa manipulohet për të mbrojtur të fuqishmin. Dhe është historia e një pyetjeje që mbetet ende pa përgjigje: kush do të paguajë vërtet për atë që ndodhi? Kush do të jap llogari për jetët e shkatëruara, për familjet e thyera, për njerëzit që jetuan dhe vdiqën në heshtje? Apo do të vazhdojmë të pranojmë që e kaluara të mbetet e varrosur, që sekretet të mbeten të fshehura, që ata që dinin të vdesin pa folur? Përgjigjja e kësaj pyetjeje nuk varet nga e kaluara. Ajo varet nga ne. Nga zgjedhja që bëjmë sot, të harrojmë apo të kujtojmë, të heshtim apo të pyesim, të pranojmë versionin zyrtar apo të kërkojmë të vërtetën. Sepse në fund, historia nuk është vetëm ajo që ndodhi. Historia është ajo që zgjedhim të kujtojmë. Dhe nëse zgjedhim të harrojmë Haxhi Lleshin, nëse zgjedhim të mos pyesim se çfarë i ndodhi atij dhe pse, atëherë ne zgjedhim të harrojmë një mësim thelbësor, se në një sistem ku pushteti është absolut, askush nuk është i sigurt, as ata që duken se janë në maj. Dhe kjo është e vërteta më e frikshme nga të gjitha, se mund të jesh besnik për 29 vjet dhe të humbasësh gjithçka në një ditë. Dhe askush nuk do të pyes pse.